A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahu xhaleshanuhu, Zotit të botrave, të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit. Atij i cili dërgoi Kur'anin famlar, libër të fundit dhe udhëzues në rrugën e vërtetë. Salavatet dhe selamet tona të përzemërta ja dërgoi Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili gjithë jetën e tij punoi për këtë Kur'an. Gjithë jetën e tij punoi dhe veproi sipas këtij Kur'ani. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që fillimisht të ju përshëndes me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Është hera e tretë që Forumi Rinor Islam, Dega në Kërçov, organizon natën e Kur'anit, edhe atë këtë vit në xhaminë e fshatit Shërbinës. Më lejoni që të gjithëve të ju uroj mirëseardhje në këtë organizim. Vash Zoti që organizimet e të tilla të ketë sa më shpesh dhe të llogaritet si vepër e mirë tek Allahu i Lartëmadhërisht. E ndjej për obligim të përshëndes xhamatin e kësaj xhamie bashkë me imamin Efendi Arif Skenderi. Përshëndesim kryetarin e Forumit Rinor Islam, Salisha Sivari. Përshëndesim musafirët nga Shkupi, musafirët nga Prilepi. Përshëndesim Rufat Sherifi, kryetar i QMBI-s. Përshëndesim të gjithë imamët e pranishëm, hafizat e ndershëm dhe juve musafirë që keni zbukuruar xhamin me prezencën tuaj. I falenderojmë dhe përshëndesim donatorët që ndihmuan për aktivitetet në muajin e shenjtë të Ramazanit. Real Zajas, Euro Uka, Kërçov, Haxhi Nazim Aliu, Drogomisht Imam, Dardania Balkan, Kërçov, Fekri, Fari dhe Sami Ibrahimi, firma instalimi Lapkindov, Motel Gara, Isuf nga fshati Novosel, pra Zoti i shpërblet me të mirat e tij. Po ashtu, e falenderojmë Muhamet Mehmedin për ligjëratën e mbajtur para namazit të Taravis dhe dash Zoti të shpërblehet në këtë botë dhe në botën tjetër për mundin e dhënë. Kur'ani, mrekullia e fundit dhe e përhershme në këtë botë. Shpallja e Zotit të Madhërisëm, udhëzues në rrugën e drejtë, ndalues nga e keqja, këshillues, edukues, shkolla më e lartë e moralit dhe sjelljes së mirë, shërues i të gjitha smundjeve, garant për këtë botë dhe botën tjetër. Kështu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, kur vinte ky muaj, i përvjeleshin leximin të Kur'anit, pasi që është adhurim i madh. Disa shokë të Muhamedit alayhi salam i linin të gjithë punët tjera, posaçërisht në këtë muaj të shenjtë, dhe merreshin vetëm me Kur'anin, me meditimin dhe studimin e ajeteve të tij. E ne, sipas ardhës të Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe ndjekës së rrugës së tij, kemi që ta bëjmë të njëjtën, t'ia dimë vlerën Kur'anit dhe të punojmë sipas tij. Fillimisht, do të ftoj imamin e xhamisë, Efendi Arif Skenderi, që të merr fjalën përshëndetëse. E më pas do të ndjekim programin në vazhdim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet nga Allahu xhaleshanuhu, paqja qoftë Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e pastër Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe mbi gjithë ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Tu përshëndes me përshëndetjen islame, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në emrin të këshillit të xhamisë të fshatit Shërbinës, në emrin të xhamatit të fshatit Shërbinës dhe në emrin tim personal, falenderoj mysafirët, ligjëruesin e kësaj nate, falenderoj hafuzët të cilët me zonin e tyre të bukur
Me leximin e tyre të bukur, do të na kënaqin zemrat e juana edhe shpirtin e juan. Falenderoj organizatorët e kësaj nate, Forumin Rinor Islam Tega dhe Kërçov. Falenderoj kolegët dhe falenderoj të gjithë të pranishmit. Inshallah Allahu xhaleshanuhu i shpërblet mysafirët. Inshallah Allahu xhaleshanuhu u shpërblet të gjithë juve që jeni prezant. Për mundin që keni bua edhe për kohën që keni da për me qenë prezent në këtë notë. Vesselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë hoxhën e nderuar për fjalën përshëndetëse. Zoti e shpërblet dhe ne pa humbur kohë do ta ndjekim me vëmendje ligjëratët me temë ne dhe raporti ynë me Kur'anin. Nga kryetari i Forumit Rinor Islam në Maqedoni, Salih Shasivari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, më lejoni që të përshëndes fillimisht me përshëndetjen e faqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqja mëshira dhe begatit Allahu që është mbi ju. Shfrytëzoj rastin të përshëndes fillimisht xhamatin e nderuar të kësaj xhamie të këtij fshati të nderuar, në krye me imamin e tyre të nderuar Arif Efendiu, duke i përgëzuar për këtë xhamat të mrekullueshëm edhe për punën që bëjnë, duke lutur Allahu xhaleshanuhu që të shtojë bereqetin, punën edhe suksesin në këtë fshat, në këtë xhami. Më lejoni të përshëndes po ashtu prezencën e disa hoxhallarëve, disa imamave, hafizlarëve të nderuar, të cilët sonte do të na zbutin zemrat me zërin e tyre të bukur, si dhe të gjithë juve prezent të nderuar. E kam obligim të përshëndes edhe kryesin e degës së Forumit Rinor Islam në Kërçov, në krye me kryetarin e saj Gjobin Elmini, të i përgëzoj për këtë organizim të sonetëm dhe për punën të cilën e bëjnë në funksion të ngritjes së fjalës së Allahut, në funksion të thirrjes në këtë fe, me gjithë kolegët e tij që i ka, të cilët me vërtet janë kolegë të mrekullueshëm, kanë bërë një punë jashtëzakonisht të madhe, andaj nuk më mbetet kurrë tjetër përveç se t'ju dëshiroj shëndet, mirëqenie dhe suksese edhe mëtutje. Të nderuar xhamat, ndonë se jemi në fund, gati në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, e kam për obligim me që se nuk kemi pas rastit të takohemi më herët, do a bëj për hajër këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun xhaleshanu që inshallah të na kish pranuar agjërimin që kemi bërë, lutjet, duat, ibadetet që kemi bërë, dhe duke lutur Allahun xhaleshanu që të e kryejmë këtë muaj, të dalim prej këtij muaji më të përgatitur se sa që kemi hyrë, më të mirë se sa që kemi hyrë, dhe të lusë Allahun xhaleshanu që të jemi prej të shpëtuarve prej zjarrit të xhehenemit, pasi 10 ditë i fundit të Ramazanit karakterizohet me atë që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akhiruhu itqun min an-nar, fundi i Ramazanit është shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Të nderuar vëllezër, nëse do të kishim pas dëshirë të definojmë këtë muaj se çfarë muaji është, një definicion të këtij më mirë e ka dhënë vetë Allahu xhaleshanuhu në ajetin kuranor. Estaizu billahi bismillahir rahmanir rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sallallahu alazim. Thot Allahu xhaleshanuhu, nëse doni të dini se çfarë vlere ka ky muaj, çfarë rëndësie ka ky muaj Ramazan, atëherë vetëm dijeni mirë faktin se ky muaj ose në këtë muaj ka filluar zbritja e Kuranit famullar. Andaj edhe biseda në lidhje me Kur'anin famullar, në lidhje me rolin e tij, me rëndësinë e tij si libër i shenjtë, si platformë, si kushtetut dhe si program jete e çdo besimtari, bile çdo njeriu në këtë sipërfaqe të tokës, është çdo herë e këndshme, është çdo herë mirë, ka çdo herë vlerën e rëndësinë e vet. Mirë po, biseda në lidhje me Kur'anin famullar dhe këndimi i verseteve të Kur'anit famullar kanë një shije shumë më të ëmbël në Ramazan. Për shkak se pikërisht Ramazani na përkujton me fillimin e shpalljes së Kur'anit famullar. Sikurse don Allahu xhaleshanu të na thotë neve se ju, o besimtar, gjatë Ramazanit,
po edhe pas Ramazanit, duhet të jeni si Kur'an i cili ecë mbi sipërfaqen e tokës. Pikërisht për këtë, edhe muajit Ramazan ja ka menduar epitetin apo se titullin muaji i Kur'anit. Dashur Allahu xhaleshanuhu të jemi për atyre të cilët e meritojnë këtë epitet, të jemi pjesëtar edhe mbështetës të Kur'anit. Por ndryshe, viti i si vjetëm karakterizohet edhe me një ngjarje tejet të rëndësishme, pasi si vjet është 1400 vjetori i përkujtimit të fillimit të zbritjes së Kur'anit. Në bazë të kalendarit spaku atij që e përdorim ne, jo në bazë të kalendarit hijri, për shkak se në bazë të kalendarit hijri ka pak më tepër vite. Të nderuar vëllezër, prej mua sonte u kërkua që të mbaj një bisedë të shkurt, nuk them ligjërat, me titull Ne dhe raporti im me Kur'anin. Unë duke marrë parasysh faktin se kolegu im i nderuar, Hoxha i nderuar Muhammed Efendiu, para taravihës mbajti një ligjërat të shkurtër, edhe shumë çka përmendi në lidhje me rëndësinë e Kur'anit, vleftën edhe rolin e tij në jetën e besimtarit, si dhe duke marrë parasysh faktin se sonte ne kryesisht më tepër do t'i japim fjalën hafizlarëve të nderuar, të cilët inshallah do të na freskojnë me leximin e tyre, do të na zbutin zemrat me leximin e tyre. Unë do të mundohem të jemi shkurt, ndonse zakonisht ne hoxhallarët e kemi pak zakon kur e marrim fjalën dhe ne harrojmë, humbemi. Unë do të mundohem që të jem në suazat të kohës që më është lejuar, 20 minutësh, që të jap një përshtypje të shkurtër në lidhje me atë se cili duhet të jetë raporti im me Kur'anin. Pozita jonë kundrejt Kur'anit. Këtë Kur'ani është në një vend, edhe ne jemi këtu në vendin tjetër. Çfarë raporti duhet kemi ne? Çfarë pune edhe çfarë reciprociteti duhet të kemi me Kur'anin? Për të folë në lidhje me raportin tonë me Kur'anin, cili duhet të jetë raporti im me Kur'anin, unë zakonisht e preferoj që para së gjithash të i hekim, të i menjanojmë disa raporte tona të gabuara në lidhje me Kur'anin. Të përmendi disa elemente, disa momente të gabuara të raportit tonë ndaj Kur'anit, me qëllim që më pastaj të dalë edhe të i përmend disa pika të shkurtra në lidhje me raportin tonë ndaj Kur'anit. Çfarë duhet të jetë pozita jonë ndaj Kur'anit? Për shkak se ne në jetën tonë, në mbrëmjet tona, në teravijat tona, në derset tona, zakonisht përmendim në vazhdimsi se muaji Ramazan është muaji i Kur'anit, Kur'ani është libër i shenjtë, Kur'ani është libër i mrekullueshëm, Kur'ani është mucize, Kur'ani është mrekulli. Mirpo shpeshherë e harrojmë raportin tonë të realt që duhet të jetë ndaj Kur'anit. Duke kuptuar çdo faktin se nuk mjafton që ne të themi se Kur'ani është libri jonë, Kur'ani është shpallja jonë, Kur'ani është libri i shenjtë. Këto fjalë nuk mjaftojnë, po Kur'ani, gjithsesi Allahu përmes Kur'anit prej neve kërkon një raport krejtësisht tjetër. Për atë, unë do të koncentrohem në 5 minuta të fillimit, të përmend disa elemente kyçe të raporteve tona të gabuara që kemi ndaj Kur'anit, për të dalë me çfarë do të nënkuptohet se cili duhet të jetë raporti im ndaj Kur'anit. Do të përmendi në mënyrë telegrafike disa shembuj ose disa elemente. Vëllezër të ndershëm, një ditë prej ditëve para disa vitesh kthehem prej xhamisë së fshatit tim atje, edhe vim me një plak të poshtë, mbi 60 vite i kishte, edhe ai plak i ndershëm deshte më pyet diçka dhe tha: Hoxha Efendi, të pyes diçka, tha shumë. Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam kur e shkruajti Kur'anin sa vite i kishte? Edhe mund një pyetje e tillë paksa më tronditi edhe më habiti. Një njeri tjetër, një ditë më tha: Hoxha i nderuar, paramendoje se respektoj Kur'anin, sa herë që fëmia im ka nxehtësi, është i smund, qanë tepër natën, unë e marr Kur'anin edhe ja vendoj në gjoks. Edhe qetësohet, pas pak kohë qetësohet. Shikoj Zotit, ky Kur'an është libër i shenjtë, libër i madhruar. Një njeri tjetër, një ditë më tha: Hoxha, unë vërtet fëmijëve s'ma ka mësuar Kur'anin, as vetë s'kom pas rastin të mësoj, mirë kur isha në xhillët e kam bleni Kur'an me ato kornizat e arit, me ngjyrë ari është e shkruajme, edhe kam vendu në vitrinën kryesore të sallon, kur i në kretën e, bile kur vim misafirët habitën. Ja kam qenë vendin më të mirë.
shpesh e marrë, pastroj, e fshi, e rregulloj, do thotë e nderoj shumë Kur'anin. Një person tjetër një ditë tha, Hoxha i nderuar, pse nuk ju tregon këtyre fëmijëve cili është haku i nënës dhe i babës në Kur'an? Do ta dinë ato se Kur'ani hakun e nënës dhe babës e ka vlerësuar shumë lart. Mirë po, kur kaluam në pikën tjetër, thash vllai dashur, pse merresh me kamat? Pse merr kamatën? Kur'ani e ka ndaluar kamatën. Apo që nderuar tash po e teproni ju. Se mos kërkoni shumë çka. Ka disa çështje. Do gjona do t'i praktikojmë, do gjona ne jemi dobës. Të njerë kur mundem, jam atë shkamatës, nuk ka lejo, nësë nuk ka leo bankës ati Gjermanit, ati Zvicranit e shtëmarat. Janë këto disa shembuj të raporteve tona të gabuara ndaj Kur'anit. Shembulli i parë ishte shembull shumë ekstrem ndaj Kur'anit, që një pjesë për fat të keq bukur e madhe edhe pleqve tanë, të cilët ndoshta vitet të tëra të shkuar në xhami, kanë dëgjuar Kur'an, kanë dëgjuar ligjërata për Kur'anin, shumica një pjesë bukur e madhe e tyre kanë ndet dilema se Kur'ani a është fjala e Allahut apo se e ka shkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë dilemë duhet njëherë për gjithmonë të fshihet. Me bindje kuptohet. Atë jemi të sigurt se në mesin e gjeneratave të reja, të cilat mendojnë se janë më të shkolluar, kjo bindje është edhe më e përhapur. Për shkak se një pjesë bukur e madhe e kolegëve të mi, të cilët kanë prit fakultete të ndryshme, thonë se po që i nderuar, ne e dim shumë mirë se pejgamberi alayhis salam ka qenë filozof. Shifë Kur'anin si e ka shkruajtur, se interesant. Kur hish në Kur'an ka gjëra shumë shkencore. Thotë një pjesë bukur e madhe e tyre kanë përshtypjen se Kur'ani është një vepër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hasha wa kalla. Andaj në këtë situatë, për të përmirësuar raportin tonë ndaj Kur'anit, për të ndryshuar qëndrimin tonë ndaj Kur'anit, është nevojë jashtëzakonisht e madhe që të bisedohet në xhamit tona, në rrethet tona, me shokët tona, me zhliset tona, se Kur'ani është shpallje e Allahut. Thotë Allahu xhalla shanu, "Wasta'idhu billahi bismillah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Sallallahu alaihi thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla shanu thotë pejgamberin alaihi salatu wasalam, ai nuk flet nga hamendja, ai nuk shkruan se s'ka ditë të shkruajë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë hikmeti i Allahut që nuk i ka mundsu pejgamberit të jetë alfabet, të jetë për njëri që të shkrim dhe lexim, që të dinë gjithë njerëzimi se Kur'ani është fjalë e shpallur e Allahut xhalla shanu. A thua vallë ku qëndron rëndësia e kësaj? Dikush do të thotë po kretë dimë se është fjalë e shpallur. Amanna wa saddaqna besuam. Mirë po, rëndësia qëndron në atë se në qoftë se një katundar thotë ti bëne këtë punë, ti nuk e bësh, thua kush është vajti këtu më? Çfarë roli ka ai? Kush i ka thënë atë të këtë më? Mirë po, në qoftë se urdhri vin prej kryetarit të komunës, prej ministrit, prej shtetit, prej policisë, atëherë puna ndryshon me njerë. Me njerë të as ka problem me se qenë ka urdhër prej policisë, pa që të bëj se të ndryshon ka të rinë. Këtu qëndron rëndësia e kuptuarit të faktit se Kur'ani është fjala e Allahut. Adamatul muta'allaqi bil muta'alliq. Një rregull e artë, thotë madhështia e asaj që është e lidhur në diçka me atë për cilin është lidhur. Rëndësia e fjalës së Allahut me Allahun xhalla shanu. Në moment që besimtari ka deklaruar me gojën e vet se ky Kur'an është fjala e Allahut, është shpallje e Allahut, në momentin që ati i thuhet vllai dashur, po Allahu në Kur'an thotë kështu, ai më nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të thotë amanna wa saddaqna. U sos ki mohabet, nuk ka shumë debat, hoxha, a si mundet kamata tash, s'është e mundur bëmbët, si mund punim pa kamata. Allahu ka thënë kamata është ndaluar. Allahu ka thënë kjo është haram. Allahu ka thënë alkooli është haram. Allahu ka thënë kjo është e lejuar e kështu me radhë, edhe në këtë çështje nuk ka dilema më. Andaj në momentin që personi do ta kuptojë se ky libër është fjala e Allahut, atë ti je i sigurt se ai besimtar do t'i nënshtrohet çdo urdhri të Allahut. Kjo është elementi i parë i cili kërkohet prej neve në kuptim të raportit tonë ndaj Kur'anit. Të besojmë me plot kuptime dhe me plot bindje se Kur'ani është fjala e Allahut dhe se gjithçka që ka në Kur'an është direkt prej Allahut dhe atë kemi ne patjetër të realizojmë. Elementi i dytë që e përmenda me personin i cili kur ishte sëmu vajza dhe djali i vogël ja kishte vëndu Kur'anin në gjoks, ne i themi atij o vllai dashur,
Me të vërtetë Allahu në Kur'an ka thënë, "Estaizu billah bismillah, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Sallallahu alaihi. Ne në Kur'an të zbresim gjithçka që është në dobi, që është e shëndetshme, edhe që është mëshirë për njerëzimin. Mirë po, këtë fjalë mos e kupto se Kur'ani ka ardhur si lloj recepti që e themi ne, për t'i shëruar smundjet e ndryshme. Dhem koma, hajta lexojmë një pjesë Kur'anit. Ose dikush tjetër më tha, isha i smur një ditë, shkova te hoxha më shkruajti një hemali, edhe ndihem pak më mirë. Për shkak se ata të cilët shkojnë te hoxha dhe shkruajnë hemali dhe mendojnë se Kur'ani në këtë mënyrë shëron, është i njëjti sikur se rasti i një personi i cili shkoi te mjeku më i njohur, edhe ai ja diagnostifikoi atë smundje që e ka, edhe i tha që shko të recetën t'i marrë shto hapat, edhe ti në gratë i shkojnë shpi, e më pështolli atë receptën që e ka shkruajt doktori matë shkrimin që edhe vetësën e lexonaj, marrë në gjirën e lapsi që e ka shkruajt, e më shtjellën atë receptën, edhe e futën me një gotë tuj edhe më buan e pia, mund të helmohet. Por shkak se doktori nuk ja ka dhënë recetën atij që të shkruame që të e futë në ujë edhe të pije ujë, pa i recetën ja ka dhënë që të shkojnë në barnatore, merr barin e caktuar edhe të pije barin, jo recetën. I njëti është rasti sikurse me atë person i cili tash i beson një hemalie, apo se e merr Kur'anin edhe e vendon në gjoks. Por shkak se vllai dashur temperaturë e madhe nuk kërkon Kur'an, temperaturë e madhe kërkon ndonjë ilaç atje që e kanë përcaktuar mjekët, duhet ta shosh më shpejt se mund t'i kalojë në trunore, mund të kalojë me pasojë kështu me radhë. Po Kur'ani është shërues, është e vërtetë se Kur'ani ka një aspekt të shërimit. Është e vërtetë, kjo nuk mohohet. Mirë po, shërimi i Kur'anit më tepër është në kuptim tjetër. Ajo që bën Kur'ani është se i shëron zemrat dhe shpirtrat e mjekëve. Se ka shumë mjekë vëllezër të ndershëm, të cilët kanë arritur në gradë të larta të mjekësisë, mirë po në shpirt janë të smund. A keni ndëgjuar për atë mjekun maqedonas që pak mbi 300 fëmijë në spitalin e Tetovës në fund të komunizmit atje? Ai ishte doktor më i miri pediatër, mirë po i mbiti fëmijët. E Kur'ani e shëron që doktori thotë se fëmijët nuk do t'i mbisish, po duhet t'i shërosh. Ky është shërimi i Kur'anit që të jetë. Kur'ani i shëron zemrat tona. Kur'ani e shëron zemrën e një inxhinieri, i cili kur e ndërton ndërtesën, ai është i kujdesshëm e paramendon se nëse ka një tërmet, e ndërtesa duhet të jetë e fortë që mos i zonë njerëzit përfunda. Ky është shërimi që e ofron Kur'ani familjar, por edhe asaj që thashëm nuk e mohoj një aspekt tjetër të shërimit të Kur'anit, mirë po që është sferë tjetër dhe nuk do të hi në atë sferë më në detaje. Çështja tjetër e raportit që e përmenda shembulli i tretë ishte se një besimtarit çështjet që i interesojnë kur i tangon një çështje, tash është në plak, edhe fëmijët nuk e ndëgjojnë, sikurse ky që diku nuk i kanë dëgjuar prindët e vet, i drejtohet hoxhës thotë, a mund të më shkruash një hemali për djalin se i kanë dalë mend në krejt? A mund të bëjmë diçka për djalin se s'është hiç në rregull? Përmendja thot pak hakun e nënës dhe të babës. Edhe ne i themi se po haku i nënës dhe i babës është në Kur'an, mirë po vlen edhe për ty, edhe për djalin tënd, ka vlet edhe për ty madje. Edhe çështja e dytë që është shumë e rëndësishme është fakti se ai i cili beson se në Kur'an ka diçka që quhet hak nënë dhe hak babe, ai duhet ta kuptojë edhe faktin tjetër se në Kur'an ka diçka që quhet haram është kamata, haram është alkooli, haram është kjo, haram është ajo, po edhe halal është kjo, edhe halal është ajo, po edhe fars është kjo, edhe vajib është kjo. Por shkak se besimtari i cili e ka pranuar edhe e ka kuptuar edhe e ka besuar Kur'anin, duhet të besojë si të plot. Al-Qur'anu aw al-Islamu juz'un la yatajazza. Kur'ani edhe Islami është një trup, një pjesë që nuk pranon të ndahet. Për shkak se për ata të cilët e ndajnë Kur'anin, diçka që i këndet e pranon, edhe diçka që nuk i këndet atë, ai lere tash Kur'ani. Kur'ani sa gjona përmend në lart jemi, por këta njerëz Allahu xhallahu ka thënë, ju ka thënë bani Israila dhe dikur, estaidu billahi bismillahirrahmanirrahim, afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd? Habitat Allahu xhallahu dhe ju thotë bani Israilave, a ju këndet juve që një pjesë të librit tuaj të besoni dhe një pjesë të mohonja? Ju është loj, ai çka të marrim se na pëlqen, çka pjesën e lam atë që të shohim, nëse mundim mirë, nëse s'mundim e lam krejt. Do thotë raporti i tretë i Kuranit duhet të jetë i këtij, që raporti i parë është
të e kuptojmë Kur'anin si fjalë të Allahut, në momentin që e kuptojmë si fjalë të Allahut e shenjtë, atëherë me plot përkushtim ne e besojmë gjithçka ka në Kur'an, me ndalesa, me lejesa, me urdhresa, me gjithçka. Çështja e dytë, të kuptojmë se Kur'ani është shërues, mirë po para se gjitha është shërues i zemrave, shifaun lil ghalil, para se të jetë shifaun lil badan, para se të jetë shërim për trupin, është shërim për zemrën dhe për shpirtin. Edhe çështja e tretë që përmenda është fakti se Kur'ani është një tërësi e plot edhe nuk guxojmë të ndajmë. Çështja e katërt që përmenda, shembulli i katërt, ishte i atij personi i cili nuk e lexonte Kur'anin, fëmijët e vet nuk i çonte në mektep të mësojnë Kur'anin, mirë po e kishte blerë Kur'an shumë të shtrenjtë edhe e kishte venduar në vitrinë. Edhe këtij personi i themi se Kur'ani nuk është suvenir për të venduar në vitrinë. Kur'ani është një libër praktik i cili duhet të përdoret, të lexohet, të kuptohet edhe të praktikohet në jetën e tij. Për shkak se Allahu xhallahu xhanu thotë estaizu billahi bismillah, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Sallallahu alaihi Allahu xhallahu xhanu thotë ne këtë Kur'an e kemi lehtësuar shumë për të lexuar, për të mësuar, për menç, për të kuptuar. Mirë po, vallë, sa ka për atyre të cilët e lexojnë këtë Kur'an, sa ka për atyre të cilët e shpjetojnë këtë Kur'an, edhe sa ka për atyre të cilët e praktikojnë këtë Kur'an. Të gjitha këto elemente kërkohen prej personit në fjalë. Këto janë 3-4 raporte kryesore të cilat duhet të i ketë çdo besimtar kundrejt librit të shenjtë, kundrejt Kur'anit adhimshëm, nëse do të dojmë të arrijmë shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Ka dhe shumë elemente tjera, çështja e leximit, çështja e mësimit të Kur'anit, çështja e praktikimit. Për shkak se kur vjen te çështja e praktikimit të Kur'anit, në trevat tona shpeshherë gabimi që bëhet është se një haxhiba për shembull e çon në besën e tij, nipin e tij në mektep sa është i vogël, edhe kur të rritet, unë shpeshherë kam pas raste të tilla të shoh në zonës të cilat dje i kam pa me shami si melek duke dalë vajzat prej mektepit, mas 2 vitesh i shofish mos përmendën një fjalë tron duke shkuar në shkollë, total një pamje tjetër. Edhe parashtrohet pyetja ndonjëherë, a është kjo vajzë që dje shifsha të dalë prej mektepit, a është e njëjta e cila sot shkon në shkollë? Këtë është një kontrast i madh. Për atë, ajo që kërkohet para se gjithash prej neve, tash është të ndryshojmë raportin tonë ndaj Kur'anit. Të evitojmë këto gabime të cilat bëhen zakonisht në jetën tonë të përditshme, duke ia dhënë vleftën e mirëfillt që e ka Kur'ani. Edhe për fund, përmendi edhe një çështje të fundit se Allahu xhallahu xhanu këtë Kur'an kur ka dhuruar pejgamberëve edhe popujve të mëhershëm, mbi të gjitha ka kërkuar për atyre që të duan atë. Ju e dini rastin kur filloi të zbret Kur'ani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju e dini se Xhibraili alayhis salam i erdhi në shpellën Hira, pejgamberi alayhis salam ishte i vetmuar, ishte i friksuar, ishte i mërzitur, ishte i depresionuar, edhe Xhibraili alayhis salam e kapi i tha lexo. Ai tha si jam për lexuesve. Edhe Xhibraili alayhis salam e kapi edhe shtrëngoi. Në rrethet tona përmendet gabimisht fakti thotë shtrëngoi shumë edhe e frikoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përkundrazi, Xhibraili alayhis salam e përqafoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Deshi t'ia dashuroj veten edhe t'ia dashuroj Kur'anin, për shkak se gjithçka që e duash edhe e pason. Një gjë që nuk e duash, kur ne nuk e ndjekësh. Për ato fëmijët tonë sot më tepër i ndjekin modën, çka ka thënë një sportist, edhe çka ka thënë një i modës atje, çka ka thënë një artist, sesa që e ndjekën fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit. Për shkak se dashuria e fëmijës është lidh prej familje me artistin, me futbollistin. Pse ti i thon fëmijës tënd edhe i lavdrum ata se cili është ky lojtari, edhe e din përmend që ti kret qejf se e din shumë i vogël fëmijë dhe ja din emrin një lojtari. Cili është ky këngëtari? A ja dish këngët? Ai këndon një këngë të tij. Edhe ai me kënaqësi e këndon, dalë fillon fëmia të dashurohet në artistin, në sportistin e kështu me radhë, edhe ai më vonë kur të rritet, gjithçka që bën ai artisti edhe ky bën. Ju përmendi një rast fundit, një këngëtare në Britani atje, 17 vjeçare, u bë me parë, e dushin shumë të ri britanes, edhe në basë asaj 40.000 vajza të reja u bën me parë. Pse? Për shkak se idoli atyne, ata që e duan u bën me parë, dhe ka thënë duhet edhe ne të bëhemi me parë. Thotë kë e dush edhe e pasush. Logjika e dashurisë është e çuditshme. Për ata, ndohuni që fëmijëve tuaj
Fëmijët e juaj të i dashuroni me Kur'anin edhe me fjalët e Allahut që në veçli, t'jeni të sigurt se nuk do të humbni prej kësaj, do të fitoni këtë botë edhe do të fitoni botën tjetër. Duke dashur se zgjas më tepër, tema është shumë e gjatë, ka shumë çka të flitet në këtë aspekt. Unë desha në pika shumë praktike dhe shumë të shkurtër të përmend disa nga keq kuptimet tona ose qëndrimet, raportet tona të gabueshme ndaj Kuranit, me qëllim që këto qëndrimet tona të gabueshme të i përmirësojmë. Dashur Allahu të na bëjë prej pasuesve të Kuranit, prej atyre që duan Kuranin, që lexojnë atë, që ndjekin atë. Mirësia Allahu të dashur të jetë e këtij që Kur'anin jo vetëm që shpërblet personi se praktikon Kur'anin, po edhe ai i cili lexon Kur'anin, po edhe ai i cili e dëgjon Kur'anin, ne sonte të kemi rastin dikush të e lexoj edhe ne të dëgjojmë, për shkak se thot Allahu xhela shanuhu, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, zemrat nuk zbuten, nuk qetësohen në kur gjë tjetër përveç se me përmendjen e Allahut. Dashur Allahu që na i zbut zemrat sonte me leximin e këtij hadithave të nderuar. Nuk i falem se zgjata, besoj se 5 minuta të kalova kufinit, por kjo Allahu për këtë, Allahu i shpërblet për durimin, për dëgjimin, më voni Allah, Allahu i shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë përzemërsisht kryetarin Salisha Sivari për ligjëratën mbretëslënëse me përplot këshilla, udhëzime dhe fjalë të mira. Zoti e shpërblet me begatitë e tij në këtë botë dhe botën tjetër. Jam i bindur se të gjithë mësuam dhe përfituam nga kjo ligjëratë. Pasi që edhe tubimin ton e kemi adresuar nata e Kur'anit, natyrisht ja vlen të dëgjojmë ajetën nga Kur'ani famlar dhe atë nga hafizat të dalluar që i kemi ftuar sonte me ne. Tani do të prezantoj lexuesin e parë, i cili është lindur në vitin 1978 në fshatin Straçinc të Shkupit. Në vitin 1998 kreu shkollën e mesme Medreseja Isabeu në Shkup. Në vitin 2002 studimet islame i kreu në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup dhe po nga njëjti vit është imam në xhamin e fshatit Straçinc në Shkup. Kur'anin e mësoi nga i ndjeri dhe i mirënjohuri i trojeve shqiptare Hafiz Ali Ahmed, përndryshe 2 herë mori pjesë në garat e Kur'anit në Zagreb. Tani e ka fjalën Muharrem Efendi Emini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Falenderojmë për zemërsisht lexuesin e parë, Allahu Gjellëshanu e shpërblet me të mirat e tij. Tani kalojmë tek hafizi tjetër. Ai na vjen nga Tedova. Hifzin e kreu në moshën 13 vjeçare te i mirënjohuri Hafiz Mahmudi nga Tedova. Shkollën e mesme e kreu në Siri, kurse në Kaire kreu fakultetin. Për momentin është imam në xhamin e Regjicës së vogël në Tetovë. Ftoj para jush Hafiz Abdurrahim Murad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
بل نحن محرومون
المطهرون
Allahu është përbleft me të mirat e tij Hafiz Abdulrahim Muratin, dhe tani e ka radhën lexuesi i fundit për sonte. Ai na vjen nga Shkupi. Hafiz Adnan Elmazi është lindur në djepin e hafizave në fshatin Studeniçan të Shkupit, ku kreu edhe shkollën fillore. Në vendlindje kreu edhe hifzin, mësimin përmendës të Kur'anit. Pas kryerjes së medreses në Shkup, në të njëjtin vend edhe diplomoi në Fakultetin e Shkencave Islame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يجعله جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة
Allahu Gjelle Shanuhu i shpërblet hafizat e nderuar për mundin e dhënë dhe për leximin e bukur dhe për pjesëmarrjen në këtë natë të madhe. Një falënderim të posaçëm për poetin Selim Adili, i cili u dhuroi hafizave nga një libër me poezi fetare, Zoti e shpërblet. E tani do doja me kënaqësi të ftoj imamin e fshatit Kolibar, Efendi Shefik Azizi, të bëjë një dua. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet dhe lavdata gjithmonë qofshin për ty, o i madh i Zotit, që na ke bërë për mbi gjithë krijesat dhe na ke dhënë autoritetin më të lartë, na ke zbukuruar me mend dhe dije, dhe na ke bërë të dashur tek madhnia jote. Na ke rrit gradën dhe njohurinë mes njëri tjetrit dhe na ke vënë në kufi punimi dhe veprimi. Salavatet të përzemët të rëndëgrojmë edhe për pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Jepi nderim dhe bekim të pandar i cili nuk e kursjon mundin dhe djersën e tij. Kreu amanetin që ngarkove, ja Allah, e lexoj Kur'anin për mbi ne dhe ne themeloj zemrat tona në ligjin islam. O Zoti ynë, falënderimi është për ty që në shpallë Kur'anin që të jetë thirrje dhe udhëzim për tërë botën, por edhe për ne këtu që jemi të uvuar në këtë vend. O Zot, bëre Kur'anin për ne të afërt dhe të dashur në këtë botë, ndërmjetësues në ditën e Kiametit, dritë në rrugën e kësaj jete dhe në ditën e Aresatit. Bëne udhërfyes e pris për në punë të mira të mbara. Ja Rabbi, pranoj leximin e Kur'anit prej nesh. Pranoj këtë lutje që na e bëjmë, se me të vërtet ti je që ai dëgjon, dhe i pranon lutjet që ti drejtojnë besimtarët. Na fal neve, o Allah, se ti je ai që fal. Na mëshiron neve, o Allah, se ti je ai që mëshiron, dhe na udhëzo tek e vërteta dhe rruga e drejtë, për hir të Kur'anit të madhrishëm dhe për hir të atij që e dërgoi mëshirë për të gjithë njerëzimin Muhammedin alayhi salatu wassalam. O Zoti ynë, pash Muhammedin që aq fort e don, na bën të dashur në Kur'an dhe prej rahmetit tënd mos na ndaj. O Zot, na ndihmo që të gjithë veprat tona dhe të gjithë sjelljet tona të na sjellin dobi. Të lutemi me zemër e me shpirt, o i madhi Allah, mos na i shiko punët tona, fali gjinohet tona, lehtësoj vujtjet tona, mbuloj tmetat tona, pranoj kërkesat tona, na u përgjigj ja Rabbel Alamin, se askush nuk është më i dashur tek ne se madhnia jote. Jemi dëshira jote, jemi vullneti yt. Prej teje kërkojmë ndihmë dhe ti je i pastër me gjithçka, s'të mungon asgjë. I din të gjithë veprimet tona, na fal neve ja Rabbel Alamin. Të gjithë neve këtu në këtë vend dhe të gjithë muslimanët në gjithë rrotullin toksor. O Zoti ynë, në këto qaste ka njerëz që vojnë nga smundje të ndryshme. Ja Rabbi, lehtësoj dhimbjet e tyre, kurse neve mos na sprovo me smundje. Dhe në fund, o Zot, po të lutemi, kudo në vendet muslimane as më tepër në vendet tona, ruaje këtë rini, merre në kujdesin tonë, edukoje ti atë, vene në rrugë të drejtë dhe të mbarë, bashkoj zemrat e tyre që të jenë më të dashur në fen dhe kombin tonë. Gjithashtu të lutemi që prej duarve tona mos na largo Kur'anin, prej minareve tona ezanin, prej zemrave tona imanin, dhe prej trevave tona islamin, ja Rabbel Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa salamatun ala al-mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allahu është përmbledh dhe inshallah na pranon duan. Çdo gjë e ka fillimin e vet edhe mbarimin. I erdhi fundi edhe manifestimit ton dhe besoj se do të ndahemi të kënaqur dhe me bagazh të gjerë nga ligjërata dhe leximi i Kur'anit. Zoti u shpërblet për durimin që pasët dhe u shkruaj për vepër të mirë. Miru të thoshin në manifestime tjera të karakterit fetar dhe edukativ. Dhe deri atëherë, Esselamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى